Përshëndetje të gjithëve, jam Burimi, një gazetar kines që freshit. Në jug të Kinës ndodhet një qytet I njohur për shpirtësinë, inovacionin dhe të ardhmen. Ai quhet Shenzhen. Shenzheni është një nga dritaret kryesore të reformës dhe hapjes të Kinës. Gjithashtu një pjesë e rëndësishme e rajonit të Gjirit të Mas, Guangdong, Hong Kong, Macau, një zonë që po shndërrohet në një motor të fuqishëm të inovacionit teknologjik global. Gjithnjë dhe më shumë të rinj nga mbar bota vijnë këtu për të jetuar, studiuar dhe ndërtuar karrierën, duke hatur të ardhmen e tyre në këtë qytet që po përparohet vazhdimisht. Sot të takoj një mikum tim shqiptar, Ergjys Turja, I cili ka zgjedhur të vijë në këtë qytet, I nxitur nga ritmi dhe mundësitë e kësaj zone. Emri im është Ergjys Turja, vi nga Tirana. Në origjinë të vjetër, nga prindërit jam nga qyteti Dibrës, është në veri të Shqipërisë. Në 2019 vendosa të vi në Kinë për master. Para se të vija në Kinë, në Shqipëri kisha kryer studimet për bachelor në degën e ekonomisë, edhe atë më pas aty kam punuar shumë kompani, si çdo djalë I ri shqiptar, kamarier, panakier, më pas me një shokun tim hapëm edhe një bar të vogël tek liçeni artificial I Tiranës. Ishte puna shumë e mirë, por ndjeva që kisha nevojë për diçka më tepër, një eksperiencë të re. Edhe erdha në Kinë për master. Si filloi historia juaj me Kinën? Historia me Kinën ishte spontane, e pa menduar më para, domethënë. Unë kam 2 shokë që kam pasur në gjimnaz. Ata janë vlla e modër, domethënë. Edhe ata kishin ardhur më para në Kinë 2016, edhe më folën për Kinën shumë mirë. Edhe më ndihmuan që të shkoj tek universiteti I tyre. Kam ardhur për studime master në qytetin e Changshas, që është në provincën e Hunanit. Edhe aty kryeva studimet për master në degën Management Science and Engineering, menaxhim shkencash dhe inxhinieri. Unë ndjeja që kisha shumë kërkesa nga shok, miq, njerëz të ardhur që më kërkonin produkte nga Kina. Por nga Changsha nuk e ofroja dot sepse nuk ishte ekosistemi I duhur. Edhe këtë mënyrë unë erdha u zhvendosa në Shenzhen. Në Shenzhen ka shumë të huaj. Sipas juve, pse mendoni se Shenzheni mund të tërheqë njerëz nga aq bota? Shenzheni është pikë parë është vendodhja, lokacioni është shumë afër me Hong Kongun edhe shumë afër me Guangzhou. E dyta, Shenzheni I pret të gjithë njerëzit krah hapur, për arsye sepse është një qytet I ri. Ka gati 40-45 vite që është krijuar. Më përpara ka qenë këtu vetëm për qytet për peshkatar. Edhe brenda vendit, domethënë ka shumë migrant. Jo emigrant, si që jemi ne, domethënë që vinë këtu nga jashtë shtetit, por edhe brenda vendit, vinë nga zona të ndryshme. E dyta është Shenzheni është siç thuhet Silicon Valley I Kinës. Është ëndra kineze për gjithë qytetarët kinez, pasi këtu ëndrat kryen realitet. Nëse ti ke një ide, domethënë një biznes startup, bëhet realitet një kohë shumë shpejt. Edhe organizimi I transportit, teknologjisë, më pas do përmend disa kompani shumë fuqishme që janë këtu në Shenzhen. Është një qytet që jashtëzakonshëm për këto. Këtu kemi kompani si Tencent, që është e WeChat-it dhe shumë kompani tjera, kemi Huawei, kemi BYD. Pra gjitha këto kanë lindur nga Shenzheni, sepse është qytet që shteti I ka dhënë shumë përparësi të investimet, tek taksat, edhe tek zhvillimi I teknologjisë. Më 1 nëntor, presidenti Xi Jinping shpari takim I 33 ekonomik I liderëve të EPEC-ut të mbahet në Shenzhen. Ai ka thënë se ky qytet nga një fshat I vogël peshqatarësh është ndërruar në një metropol modern ndërkombëtar, një dritare e rëndësishme të hapjes së Kinës. Ju keni jetuar dhe punuar këtu prej vitesh, çfarë ndryshimesh ndjeni më shumë në këtë qytet? Ndryshimet është që nga viti I parë deri këtë vit që kam ardhur, domethënë, nuk bën gati 4 vite në Shenzhen.
Kështu t'jap një ndryshim thjesht nga ana e zhvillimit të ndërtimtarisë. Mami im ka ardhur herën e parë në 2024 në janar, dhe herën e dytë ka ardhur në mars 2025. Tek lagja ku unë jetoj, domethënë ka parë ndërtesa që nuk ishin fare, janë ngritur për një kohë shumë të shkurtër. Edhe u habit, më thënë, a kam ndryshuar unë shtëpi apo çfarë bëj? Domethënë, këtu zhvillohen ndërtesat edhe ekonomitë në mënyrë të jashtëzakonshme, shumë dakord. Pastaj në kundërshtim tjetër, Shenzheni nga një qytet që shumë njerëz e thonë është i bukur, i pastër dhe shumë i pastër, shumë teknologjik, tani është dhe maturuar. Pasi siç po përmendëm, ato kompanitë e mëdha janë shumë të fuqishme. Janë kompani që renditen në top 100 kompanitë në gjithë botën më të fuqishme, kështu që është një qytet i maturuar. Nëse do të duhej të përshkruani Shenzheni me vetëm 3 fjalë, cilat do të ishin ato? 3 fjalë. Fjala e parë është i shpejt. I shpejt pasi këtu domethënë nëse në një shtet tjetër të botës, për shembull marrim një kontenjer me mallra, do të zhvendoset domethënë nga një lokacion në port, kërkoj shumë procedura në shteti këtu, të bën çdo gjë bëhet për 3 ditë. Nuk ka pengesa, është i shpejt, është qytet inovativ. Pasi nëse ti ke një ide dhe ideja jote vlen, do kesh investitor ku mund të investojnë tek ty. Domethënë edhe i kryen këto ide inovatore. Është edhe një qytet, si ta them, është një fjalë dhe përdor i thjesht. Ku ti nuk je vendas, nuk je venali, mos i themi ne. Edhe nuk mund të krijosh çdo shoqëri, biznes në një tjetër. Këtu thjesht ti përfaqëson veten, kush je, jo nga vjen ose se çfarë ke. Domethënë çfarë ditë ti të bësh. Pra, unë vi nga Tirana, me origjinë nga Dibra, edhe gjej një partner sepse të dy bashkë kemi ëndër të madhe dhe punojmë bashkë. Kjo është, domethënë, që qyteti i thjesht, jo qyteti ndërlikuar që dua shumë lidhje, miqësira gjëra një tjetër. 我觉得它是一个 Mendoj që ai është një iri me shumë ide dhe shumë punëtor. Ai trajton gjërat me seriozitet dhe e ka nisur gjithçka nga zero. Në fillim nuk nikte mirë shumë fusha, por me kalimin e kohës ka arritur të grumbullojë përvoje hap pas hapi. Për të garantuar cilësinë e produkteve për klientët e huaj, shikon vetë në fabrika, i sheh produktet nga afër, i kontrollon dhe sigurohet që tu ofrojë klientëve një kombinim sa më të mirë me cilësisë dhe çmimit. Ai mendon gjithmonë nga këndvështrimi i klientit dhe është një shembull që ia vlen të merret. Keni përmendur disa herë në Shenzhen një ide e vogël e thjeshtë mund të bëhet një realitet. Po. Keni realizuar ëndrën tuaj në Shenzhen? Ëndra është shumë e madhe e ime personale, po besoj që pa ndihmën e partnerëve të duhur që kam njohur dhe jam shumë e thatë, edhe njerëzve të duhur edhe kolegëve gjithë nuk do të kishim realizuar këtë punë. Domethënë ne kemi emrin Ble Kina, që do të thotë po ta përkthesh ose ta marrësh ble gjëra nga Kina ose ble gjëra kineze. Pasi shumë tregtar në gjithë botën i blejnë mallrat në Kinë dhe nuk i vendosin made in China, por i vendosin made in Germany, made in Italy etj. Domethënë ka ardhur koha që po duhet kineze të njihen edhe si cilësore, jo vetëm si të lira. Po. Sepse nuk do thotë në Kinë ke vetëm gjëra të lira. Në Kinë sipas buxhetit që ke, mund të zgjedhësh më të lirën, të mesmen edhe më cilësore. Domethënë varet se sa e ke buxhetin. Ju dashmë jeni vendosur mirë në Kinë, madje keni krijuar edhe familje këtu. A mund të na tregoni pak për këtë? Partnerja ime ka emrin Alisa, emri shqiptar. Kemi një fëmijë së bashku, Renën, është 1 vjeçë e 7 muajshe. Kem një partnere kineze, është ndihmë e madhe që ta kuptoj më së miri këtë kulturë, këtë vend, sepse është një vend me histori të madhe, 5000 vjeçare. Edhe është një fat për mua, gjithashtu. Po kanë shkuar në Shqipëri, ishin në këtë verë, në qeshor,
Më pëlqeu shumë Shqipëria, ushqimi i Shqipërisë, kultura, se kemi edhe shumë pjesë të kulturës që ne ngjasojmë Kina me Shqipërinë. Domethënë tek mikpritja, tek respekti për prindrit dhe për njerëzit e vjetër. Çfarë është lumturia për ju të keni gjetur atë në Kinë? Lumturia është shumë subjektive, po nga aspekti të rritjes profesionale dhe aspekti familjar jam shumë i lumtur, por vetëm problemi është që jetoj shumë larg Shqipërisë, vendi ku jam rritur, edhe familjes prindërve dhe motrës. Domethënë kam shumë festa, shumë ditëlindje, edhe raste që hidhërime nuk kam marrë pjesë. Kjo është një plagë e madhe për ne që jetojmë jashtë, por domethënë kem një familje këtu, tani familjen time të re, domethënë e ka zbutur pak këtë largësi. A keni vënë re se bashkëmbunimi midis Shqipërisë dhe Kinës është poshuar gjatë viteve të fundit? Po, në këndvështrimin tim shikoj më kryesorja është tek vizat. Domethënë marrëdhënia Shqipëri-Kinë edhe Kinë-Shqipëri jemi me viza falas, viza free që i thonë, për 90 ditë, brenda 6 muajve. Kjo hap shumë rrugë bashkëpunimin. E para punës njëherë numri i tregtisë është rritur shumë. Tregtia Kinë-Shqipëri kryesore. E dyta kam vënë re që shumë kompani kineze të mëdha po investojnë në Shqipëri, sidomos në infrastrukturë. Marrin pjesë në tendera, marrin pjesë në projekte shtetërore, rrugë, ura, edhe shumë projekte të mëdha. E treta e shikoj edhe tek bashkëpunimi kulturor edhe arsimor. Pra, Kina ka hapur shumë rrugë bashkëpunimi që studentët shqiptar të vinë në Kinë, studiojnë nëpër universitete, mundësisht jepen edhe bursa për studentë ekselent. Edhe ana kulturore, unë mbaj mend që në Shqipëri është festuar viti i ri kinez në Tiranë, do thonë më bukur se në gjithë Europën. Do thonë shumë nuk e di a ke parë atë kohë, por ka qenë, do thonë, edhe shikoj një bashkëpunim shumë të madh. Gjatë këtyre viteve në Shenzhen, ergysi ishte mësuar pak nga pak me ritmin e qytetit. Jeta e tij po merr formë dita ditës me një të ardhmen më të qartë dhe me një arsye të thjeshtë, por të fortë për të qëndruar. Një shtëpi e ngrohtë është arsyeja pse ai ka hedhur rënje këtu, një Kinë që një më e hapur i jep forcën për të vazhduar përpara. Histori si ajo e ergysit po ndodhin vazhdimisht në këtë qytet të ri dhe plot energji. Ky është Shenzheni, një pasurim i Kinës së hapur që vazhdon të zgjerojë lidhjet me botën. Jam Burimi, një gazetar kinez që flashet. Për historitë e ergysit dhe shumë të shqiptarëve të tjerë në Kinë, ju ftojmë të më ndiqni në YouTube dhe Instagram në kanalin Burimi nga Kina. Dhe të ndaj edhe më shumë rrëfime së bashku. Faleminderit që qëndruat me mua, shihemi herën tjetër.